E çuditshme në Spanjë, kompania pushon nga puna punonjësen që shkonte herët në punë. Një shkarkim mjaft i papritur për një punonjëse në Spanjë, e cila është pushuar nga puna sepse kishte mbërritur në punë 40 minuta përpara se të fillonte zyrtarisht turni i saj. Ndërsa shumë punëdhënës do ta vlerësonin një zakon të tillë, ky kishte një mendim tjetër, që në vitin 2023 kompania i kishte kërkuar vazhdimisht punonjëses 22 vjeçare të mos mbërrinte më në zyrë midis orës 6:45 dhe 7 të mëngjesit, plot 40 minuta përpara se të fillonte zyrtarisht turni i saj në orën 7:30. Punonjësja kishte urdhra të qarta, saj nuk i lejohej të shkruante një letër ose të fillonte punën para orës 07:30. Megjithatë, ajo vazhdoi të shfaqej në zyrë në agim pa pasur asgjë për të bërë. Përfundimisht, punonjësi i saj humbi durimin dhe pushoi nga puna për sjellje të rëndë dhe të pahishme. Firma argumentoi se zakoni i saj i vazhdueshëm për të ardhur shumë herët nuk po e ndihmonte kompaninë. Sjellja e saj thjesht tregonte se ajo po i shpërfillte sistematikisht udhëzimet. Punonjësia apeloi në gjykatën sociale të Alicantes duke pretenduar se pushimi nga puna ishte i padrejtë. Megjithatë, gjyqtarëve ju tha se pavarësisht paralajmërimeve me gojë dhe me shkrim, ajo vazhdoi rutinën e saj duke grumbulluar 19 mbërritje të tjera të parregullta të ershme. Në disa raste ajo madje u përpoq të hynte në aplikacionin e kompanisë përpara se të mbërrinte në zyrë. Punëdhënësi akuzoi gjithashtu se kishte shitur një bateri të përdorur makine të kompanisë pa leje. Gjykata konsideroi se kjo gjithashtu i shtonte imazhit të mungesës së besnikërisë ndaj kompanisë. Në vendimin e saj, gjykata vendosi në favor të kompanisë. Ajo tha se problemi nuk ishte konsistenca e tepërt e saj, por refuzimi i kokëfort për të përballur rregullave të operimit, gjë që konsiderohet shkelje sipas nenit përkatës të kodit të punës në Spanjë. Punonjësi mund të apelojë në Gjykatën Supreme të Valencias. Megjithatë, çështja ka shkaktuar trazira në mediat sociale, me shumë përdorues që kanë të vështirë të besojnë se dikush mund të pushohet nga puna për shkak se ka ardhur më herët në punë.